Kampionati i basketbollit 3x3 që po zhvillohet në Shkodër sapo u mbyll me finalen emocionuese për kategorinë e trive dhe fitues u shpall ekipi i Tiranës Galaktik me kapitenin Aron Kërfyqja. Urime Aron. Shumë faleminderit. Një finale shumë dramatike përballë ekipit Shkodran, ku vetëm me sekondat e fundit e zgjidhen rezultatin. Po, neshja shkoi pik në pik, ishte pak e fort, po ja arritme me sukses me fitu. Ju një Shkodran që luani për Teutën e Durrësit dhe përfaqësoni të shmëllë Tiranën në këtë kampionat përballë ekipit Shkodrës, ekipit të zemrës tuaj, sepse ju jeni Shkodran nga familja juaj. Po, unë e kam familjen, do me thonë, ka nana, jam Shkodran, kurse ka baba jam prej Durrësit, po prej Tiranët kam këta shokët edhe ashtë dashtë mu vu emri ekipit ashtu dhe ashtë vendos. Prandaj. I kishe fjallën përballë ekipit të Shkodrës, patet emocione? Jo shumë, se edhe 10 fitova. Në vitin e kalum, e kam bë 2 vite rjesht. Ky është suksesi i dytë radhazi për ju në aspektin individual dhe ekipor. Ndonjë dedikim për këtë fitore, sepse pam shumë tifozë në tribunë ndaj jush dhe e gjithë familja juaj, por sidomos edhe gjyshja juaj po bënte shumë tifo për ju. Normal, gjyshja është për mua është po atë unë s'kam jetë. E du fort edhe prej asaj unë këtë fitore e dedikoj gjyshës nëmë. Si quhet gjyshja? Sabahete. Respekte, e përshëndesim Sabahetin që ishte tifozja flakte Shumë faleminderit. Në këtë finale dhe ndoshta kishte edhe pjesën e saj të tifos për fitoren tuaj. Aron, kemi folur për karrierën tuaj sportive edhe vitin e kaluar. Ju jeni një shtatar të 2-09 i gjatë me shumë perspektivë, antar e ekipit kombëtar, por luani për Teutën e Durrësit. Do të vazhdoni të jeni pjesë e Teutës? Nuk e di, se nuk është se e kam me qef me t'ju në Shqipëri, se është duke fillu duke u ba niveli me i ullë. Për momentin vazhdoni të Teuta e Durrësit? Po, për momentin po. Shikoj se keni shumë fansa dhe po ju ngacmojnë dhe po ju presin të festojnë me ju suksesin. Shumë faleminderit. Faleminderit, urime për titullin kampion. Shumë faleminderit që morën një intervistë, e vlerësoj. Suksese.